Nëse çmimi i naftës do të kalojë pragun psikologjik për $100 për fuqi, cilat sektoret e ekonomisë shqiptare do ta ndjejnë më shumë goditjen? Transporti, turizmi, bujqësia apo industria? Unë besoj se do të kemi një efekt të përgjithshëm. Shpresoj që nuk do të arrijmë atë pikë, pasi edhe në këtë moment që kriza është, le të themi, në një moment shumë intensiv, çmimi i naftës nuk ka kaluar, është diku te $82 për fuqi, por unë besoj që me kalimin e ditëve konflikti do të zbutet, do të normalizohet derisa të gjendet një zgjidhje. Pra, ky është një konflikt që ka influenca globale. Nuk është se prek vetëm vendet e përfshira direkt në konflikt, por duke qenë se bëhet fjalë për furnizimin e tregjeve me energji, dhe besoj të gjitha tregjet e botës, sikurse e tham, janë të prekur nga kjo gjë, unë besoj se do të ketë një zgjidhje të shpejtë, besoj se do të kemi një qetësim të tregjeve dhe natyrisht një normalizim të situatës. Portet shqiptare si Durrësi apo Vlora varen nga trafiku ndërkombëtar. A mund të ndikojë një krizë detare në lindjen e mesme në uljen e volumit të tregtisë ose përritjen e kostove të import-eksporteve për bizneset shqiptare? Unë nuk do ta shikoja bardhëzi situatën, pra nuk mund të thoya që një konflikt që ndodh në një rajon tjetër mund të shkaktojë efekte negative në të gjitha rajonet e tjera. Madje mund të ndodhë që për shkak të pasigurisë në një rajon mund të kemi shift, pra mund të kemi spostim të vëllimeve të ngarkesave në rajonet të tjera. Për shembull, përmenda edhe në një takim tjetër, konflikti Rusi-Ukrainë në një farë mënyrë ka bërë që rajoni i Detit Zi të konsiderohet një rajon jo shumë i sigurt për të lundruar, dhe një pjesë e ngarkesave në fakt janë transferuar dhe nëpërmjet Adriatikut. Dhe këtë efekt e ka ndjerë dhe porti i Durrësit, i cili së fundmi ka patur një rritje të vëllimit të ngarkesave që ka përpunuar mbi atë mesatare normale që ka patur në vitet pararendse. Çka do të thotë që një situatë e tillë mund të sjellë ndoshta nganjëherë dhe avantazhe për rajonet e tjera. Le të shpresojmë, sikurse e tham, pra ne nuk do donim që të kishim avantazhe nga një luftë, ne shpresojmë që situata të qetësohet, që palët të gjejnë zgjidhjen, por gjithsesi ne duhet jemi të përgatitur për të gjitha opsionet që mund të sjellë dhe për të gjitha alternativat që do të derivojnë nga një konflikt i tillë.